Zoti Kryetari i Shoqatës, të falenderoj për fjalën që më dhat. Së pari dua të përshëndes shkrimtarin, i cili ka humbur kohë nga koha e tij për të na ndriçuar sadopak mendjen e. Unë ndihem mirë sot këtu, sepse po dëgjoj mendime të vyera që flasin për shkrimtarin. Dëgjova dhe diçka që tham ne e vendosim në vendin e parë. Në fakt, me punë, me kontribut, me qëllim, me mund, njeriu arrin dhe e zemën e parë. Prandaj sot ai është në timon dhe ne tjerët jemi barabartë mes barabartit. Unë e falenderoj shkrimtarin, i cili ka folur gjatë gjërë për librarin. Madje dhe ne që jetojmë aty, disa gjëra nuk i dimë. Unë jam thelluar t'i lexoj, kam kuptuar një gjëra, sepse nuk flitet vetëm për trevat e Qevenikës, por flitet edhe për trevat e Përzeshës. Librazhi prej vitesh, prej shekush, ka nxjerrur figura të ndritura historike. U përmendën nga paraforcët. Madje njerëz që nuk kanë qenë thjesht rajonal, por kanë dhënë aq shumë kontribut sa njihen për atë që i kanë dhënë kombit. Dhe kombi jon, librazhi jon, nderohet dhe duhet të ecë në gjurmët e tyre. Prandaj edhe Zoti Avni sot rreshtohet te ata burra, te ato gra që kanë dhënë aq shumë për vendin, por bashkohen përsëri që nuk duhet ngelet te librazhi 2, po duhet shkojë 3, 4. Krahas lavdrimeve, unë kam dhe një vërejtje, jo për shkrimtarin, po për secilin prej ne. Tirana është e mbushur me librazhes, nga Qevenika, nga Përzeshta dhe nga Gjistreva. Dhe sot nuk i kushtuar një orë kohë që të kuptoni se ç'ndodh. Secili prej nesh duhet sakrifikoj pak që të vlerësoj atë punë shumë. Edhe herë, unë ju inkurajoj, ju falenderoj, Zoti ju bekoft dhe gjithmonë pjekshim akoma me krijtari të reja për rreth tonë. Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje, të nderuar pjesëmarrës. Ju uroj mirëseardhje në aktivitetin më të rëndësishëm kulturor që zhvillohet sot. Shoqata Kulturore Qevenika 2017, në Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, duke promovuar 2 libra shumë të rëndësishëm për trevat tona të librazhit, siç janë Qevenika dhe trevat e librazhit në regjistrat Osman, Botimi i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Bashkisë e Librazhit dhe Shoqatës Kulturore Qevenika 2017, dhe shkrime për librazhin 2 të autorit Avni Arcani. Në vitin 2018, në qytetin e librazhit u zhvillua konferenca e parë shkencore Arianitët në librazh, që u organizua me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së heroit koton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në bashkëpunim me ish Akademik e Studius Albanologjik, Bashkinë e Librazhit dhe Shoqatën Kulturore Qevenika 2017. Me materialet e konferencës u votua libri Arianitët në librazh. Ky ishte një sukses i rëndësishëm pasi shkrimit burime historike. Është shumë e rëndësishme dhe gojdhana, burimet gojore që ne kemi për historinë për trevat tona, por kur këtu i krahason ose i bashkëndon me burimet arkeologjike, aty vjen edhe ai që ne themi histori ose shkenca e mirë. Dhe ne pak a shumë kjo ishte ai që bëmë ne. Morëm regjistrat katastror, nxorëm nga ato të pjesë lidhur për atë zonë, edhe me bashkë edhe mendimin e profesorëve intelektualë të librazhit, tani të nxjerrim në lloj puni që mendimi i tij është thelbësor. Mjafton të përmendim
për këtë librin e tij Librazhi, ku shfrytëzohet një literaturë e gjerë e autorëve të ndryshëm shqiptarë të huaj, që kanë trajtuar aspektet veçanta për jetën dhe traditat e banorëve të Librazhit, për gjeografinë e tjera. Studimet Muzhahi i Angjelinës, princi i Çerunikës dhe Tomadhes, Kandavët dhe Kandavia, Aranitët dhe Çernika, kënga e Gjorgolevit dhe figura e tjetër e Aranitit në letërsi dhe arte, mbështeten në një bibliografi të pasur. Përkushtimet të tilla fisnike e lartësojnë figurën e një pasionanti siç është Avni Alsani. Mjafton me këta fjalë të profesorit për të dalë figura e tij e ndryshme. Mendoj se me Avni Alsanin, siç e theksoi edhe zoti profesor Tulli, në krye të vendit Ka njëri që mu qenë pranë dhe më mbështeti në gjithë atë që unë kam pasuruar të jetën, ka qenë Avni Alsani. Avni Alsani për Librazhin dhe për Librazhin është një magazin shumë interesante, e sistemuar dhe e detajuar në gjitha materialet që ai paraqitet para publikut. Erdhë së tu për një gjë të thjeshtë që cilitën dhe me që ato treva, ato vende kanë një histori me të vërtet për të hedhur dritë dhe për të marrë shembull. Nuk kam çfarë them atëherë, ju urojmë Avniu shëndet në radhë të parë. Është më i gjerë sepse ashtu ka qenë vetë njohja që kemi pasur, që nga pasaj e nisim aty ka bërë stazhin në Strava. Unë s'mund t'i ndaj, do të kam jetuar vetë, pashtë jam pjesë e ka ershme e këtyre marrëdhënieve, se vetë jam Çermenika të dojë, sepse për fakt kam qenë i vogël fare dhe pa u bë ferma nuk e di, unë zbatja Keluçe dhe ty zbatja ato sandalit për të shkojnë me nanën, pa u krysh bje vjetër, e majtë me ka qenë me telis, edhe si e po lidh me etnokulturën, ajo është pi si që e mbaja nënd, pa e shkëm dhe përshtypje. Kemi afër 7.000 shoqata, atletare, kulturore, historike, ashtu e qyesi të dush, jemi të vogël, por unë me këtë rast e falenderoj zotin Behar, sepse kemi pak njerëz, pak kryetara, president, si që i kam titulluar, që merren me vlerat e vërteta shkencore që i duhen popullit tonë, vendit tonë. Studime për Gjorgolevit, apo studime etnografike për zonën tonë, për fshatin trit, dhe me thënë drejtën, këto ngjelin vlera të cilat duhen lexuar, duhen parë dhe duhen bërë në dije nga një masë më e madhe lexuesish. Po fatkeqësisht ne sot jetojmë në krizën e mosvëmendjes dhe në krizën e leximit. Me krijën e shoqatës jemi shumë krenar që vend përmëton një rarë ke Avniu. Sa për pjesëmarrjen desha të them diçka. Këtu kanë ardhur njerëzit që janë më afër Avniu, më të ditur, më kanë e mu, që edhe ndjejnë në shpirt që duhet ishte. Kemi ardhur. Nëse më kujtohet që marathoni e librit parë shkriu për Librazhin, po ta them, po dhe e kënaqur që një lexues të kemë, një person, jo që këtu për mua një rrjetë e shumë, për mua e shumë dhe ju respektoj. Dhe i falenderoj. Po faktikisht do të paraqes një projekt program që kemi menduar një grup organizator që jemi quajtur për zhvillimin e një konference shkencore të titulluar "Dëshkrimi i polisit për kthimin e parë shqip i Biblës ortodokse". Ne si grup organizator do t'i propozojmë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, Shoqatës Kulturore Çermenika 2017 dhe Bashkisë së Librazhit që të organizojnë konferencën e tretë, për që dy kemi bërë,
13 me titull të thash më sigur të shkrimi polici kërkimi parë i vitit ortodoks në gjuhë shqipe. Që nga viti 1949, kur u publikua për parë në Akademiku të Mirë të Simon Shuteriqi do shkrimi gjetur në fshatin Polis të Libratit, i cili është i shkruar mbi pergament me një alfabet origjinal në gjuhën shqipe. Ai ka kaluar përmes debateve dhe problematikave të ndryshme shkencore. Studiuesit që janë marrë me do shkrimin kanë lënë disa çështje të hapur, siç janë i pari emërtimi i tij, dyta koha ku është krijuar dhe treta vendi ku është hartuar. Një nga çështjet e rëndësishme që mendojmë se do të zgjidhen për titulare në konferencë është vendosja e emrit të vërtetë të shkrimit, i cili ka qenë quajtur dhe quhet akoma Anonimi Elbasani, pa pasur asnjë lidhje me këtë qytet, veç si vendlindja e autorit Zimir Shuteriqi. Cili është historiku i zbulimit të tij? Do shkrimi bashkë me disa libra të vjetër, Losht Papamihali në qytetin e Elbasanit i kishte blerë në shekulin 19 me një fshatar për polisi i quajtur Haxhi Tarushi. Marrja e emrit të vendit ku është zbuluar do shkrimi është shumë i rëndësishëm në aspektin shkencor, pasi së pari i jep objektit një referencë të qartë gjeografike, dhe së dyti ndihmon për dallimin e tij nga objektet e ngjashme të zbuluara diku tjetër. Ftojmë të marrin pjesë në këtë konferencë studiues të fushave të ndryshme të shkencës, si punonjës shkencor të Institutit të Historisë dhe Institutit të Gjuhësisë, historian arti, specialistë gjuhësisë historike, të cilët merren me analizën e teksteve të vjetër dhe studimin në zhvillim të gjuhës. Specialistë të fizikës bërthamore, të cilët kryejnë analizën e pergamentit me metodën e karbonit C14, i cili përcakton saktë moshën për këtij dëshkrimi. Kemi thënë që konferenca do të orientohet në këto tema, kushtet historike që quhen në arkimin e alfabetit në gjuhën shqipe, të disa alfabete në Shqipëri dhe jashtë saj, a ka pasur libra shqip para pushtimit osman, a ekzistojnë alfabete të tjera në gjuhën shqipe dhe cilët janë ata. Mbi shkrimi i polisit, një ridike e rratë në vlerët e zakonshme, analiza krahasimore e tekstit të dëshkrimit polisar në tekstet e shqipës së vjetër. Unë e kam atë dëshkrimin, se është i përkthyer nga Ignaz Samputi, është sigur flasin sot polisarët. Jo vetëm polisarët, por gjithë zona nga Përzeshta, Gjuhës, edhe shtati. Sepse një zonë etnografike është. Por, sigurisht që studiusit, jetë e ideologët, ata to janë më të japin më të saktë të mendimin tyre. Studimi grafike, sepse ky ka disa grafike këtu, disa elemente, por janë shumë interesante, për që do merrem në historian të artit në atë. Pastaj bishkrim polisit si kurtimi i parë i Ligës Ortodokse në gjuhën shqipe, përse marrja e emrit të dëshkrimit të zbuluar në polisë të Elbasanit është i rëndësishëm në aspektin shkencor, dëshkrimin i Elbasanit apo dëshkrimi, pra si do quhet, dëshkrimi i Elbasanit apo dëshkrimi i polisit. Paraqitja e rezultateve të analizave të pergamentit të kryer me metodën e karbonit me fjalë, ky është një projekt. Unë edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen, edhe urojmë me një libër, keni falas, me një sa të doni.